Ligji për konfliktin e interesit i ndalon zyrtarët e shtetit të kenë aktivitete biznesi të lidhura me sektorët e punës dhe ushtrimin e detyrave të tyre, sidomos zyrtarët e etatimeve që kanë objekt pune, kontrollin e subjekteve private. Por këtë ligj, përveç drejtorit të përgjithshëm të etatimeve, Ilir Binaj, që bashkë me babain Agim Binaj kanë kompani private auditimi biznesesh, është përfil edhe drejtoresha e etatimeve të rajonit Tiranë, Erilinda Lala, sipas regjistrit të Qendrës Kombëtare të Biznesit dhe regjistrit tatimor. Kryetatimorja e Tiranës, Erilinda Tajar Lala, zotron 50% aksioneve në kompaninë Gea Construction SHPK, të krijuar më 8 qershor 2023 dhe me status aktiv. Objekti i aktivitetit të kompanisë së saj janë ndërtimet e objekteve civile dhe industriale, ujësiellës kanalizime, vepra arti, përpunim mineralesh, nxjerrje lëndësh inerte nga shtretërit e lumenjve, gurore, ndërtim dhe shfrytëzim hidrocentralesh, impiante fotovoltaike e të tjerë. Kompaninë e saj të regjistruar me qendër aktiviteti në Tiranë, drejtoresha e etatimeve të Tiranës, Erilinda Lala, funksionalisht e ka subjekt kontrolli, duke qenë vetë pronare, nuk është e vështirë të kuptohet nëse e kontrollon apo jo dhe si. Të dhënat faktojnë se kryetatimorja Lala e toleron kompaninë e saj duke mos hartuar bilance tatimore që nga muaji qershor 2023, kur e ka nisur aktivitetin si biznes bashkë me ortaken Marsida Dedej në punëse në Bashkinë e Kavajës. Prej rreth 3 vitesh, kompania Gea Construction SHPK, përveç se nuk ka regjistruar asnjë punonjës në tatime, nuk ka të dhëna për xhirot financiare të ardhurat, shpenzimet, fitimet, ekspertin kontabël apo raportet e auditimit, por ka deklaruar vetëm kapitalin themeltar prej 200.000 lekësh, megjithse nuk ka deklaruar të dhëna financiare. Sipas informacioneve, kompania Gea Construction e kryetatimores Erilinda Lala merr shumë punime si nën kontraktore nga firmat e ndërtimit që fitojnë tender dhe leje ndërtimi, të cilat ajo i ka edhe subjekte kontrolli tatimor për evazion fiskal. Sipas informacionit të ardhur në pamfleti, ajo e përdor kompaninë e saj me 2 emra, Gea Construction dhe 2D Construction 2025, por deri në ditën e këtij shkrimi në regjistrin e Qendrës Kombëtare të Biznesit dhe në tatime figuron vetëm emri Gea Construction SHPK. Në muajin dhjetor 2025, drejtoresha e tatimeve Erilinda Lala, për të fshirur konfliktin e interesit dhe përfshirjen e evazion fiskal, përhapi fjalë se ja kishte dhuruar ortakes pjesën e saj prej 50% të aksioneve. Por në Qendrën Kombëtare të Biznesit dhe në tatimet e Tiranës, ku ajo është drejtoresh, kompania Gea Construction figuron ende me nga 50% të aksioneve në pronësi të saj dhe të ortakes Marsida Dedej. Erilinda Lala ka qenë punësuar më parë në avokaturën e shtetit, por pasi Ilir Binaj u emërua drejtori i përgjithshëm i tatimeve, ai e mori mikeshën e tij Borshiote, drejtoresh kabineti, ndërsa tani i ka dhënë postin e drejtoreshës së tatimeve të rajonit Tiranë.